Vjojnë veprimet e thelluara hetimore në drejtimin e prokurorisë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në tentativën për vrasje të një shtetasi, duke i vendosur lëndplasëse në automjetin që drejtonte, më datë 5/2/2026. Si rezultat i hetimeve u identifikua, u kap dhe u ndalua një 21 vjeçar i dyshuar si bashkëpunëtor i 2 autorëve të dyshuar, të shpallur në kërkim më parë për këtë ngjarje. Gjatë operacionit për kapjen e 21 vjeçarit, policia gjeti në banesën e tij dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pistolet me municion luftarak, si rezultat i hetimeve të thelluara dhe intensive të kryera për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të gjithë shtetasëve të përfshirë në ngjarjen e mëngjesit të datës 5/2/2026 në vendin e quajtur Kyçëzimi i Urrës së Vrinës. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand finalizuan operacionin e koduar identifikimi. Gjatë operacionit u kap dhe u ndalua shtetasi IK, 21 vjeç, banues në fshatin Shëndëlli, pasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand ka nxjerrë urdhër ndalimi për të, për vepra penale, vrasje me paramendim, mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. 21 vjeçari akuzohet si bashkëpunëtor i shtetasëve në kërkim, GT dhe GB, të cilët më datë 5/2/2026 kanë vendosur eksploziv në automjetin që drejtonte shtetasi MG. Mëtej gjatë operacionit u krye kontroll në banesën e të ndaluarit, ku gjet një armëzjarri pistolet me municion, e cila posedoi pa leje. Vjojnë kontrollet për lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e 2 shtetasëve në kërkim. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme.